إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Gjithë falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahu xhalla xhelaluhu, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë dhe vetëm prej Atij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavat dhe selamet nga thellësia e zemrës tonë ja dërgojmë të dashmurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, në hutben e kaluar cekom 3 pika kryesore apo 3 vepra të cilat ishin shkak I përforcimit të dashurisë mes njëri tjetrit, I forcimit dhe përforcimit të dashurisë për hir të Allahut xhella xhelaluhu, e të cilët ishin përshëndetja me selam vllaun tand musliman, si dhe të I bëjsh vend në mezhlis, po ashtu dhe ta thirrish ato me emrat më të bukur, më të mirë, të cilët ai më së shumti I dëshiron. Sot me lejnë Allahu xhella xhelaluhu dëshiroj që të I shtoj dhe 3 pika tjera apo 3 vepra të cilat e bëjnë që të forcohet ura e dashurisë mes njëri tjetrit, për të cilën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin që jemi në shpjegim e sipër tha dhe 2 persona të cilët duhen mes veti për hir të Allahu xhella xhelaluhu janë ata të cilët do të I strehon Allahu xhella xhelaluhu në hijen e arshit të Tij në ditën kur nuk ka hije përpos hijes së Tij. Pra ajo e cila në bën që neve të dim dhe të kuptojmë dhe ta mbajmë këtë lidhje të fortë dhe këtë urë ta forcojmë dashurisë mes njëri tjetrit, është padyshim se ajo e cila buron nga burimi I freskët kuranor dhe ajo profetik. E para pikë vëllezër si vepër e cila e përforcon këtë lidhje është që të jesh nga ata të cilët I trajton njerëzit dhe sillesh me të tjerët me mirësi dhe me mirësjellje, po edhe nëse është që të ka bërë keq, edhe nëse është që është sjellur me ty keq. Këto Allahu xhella xhelaluhu na e tregon në Kur'an kur tha wala tastawil hasanatu wala sayyi'a. Nuk barazohet asnjëherë e keqja, as nuk barazohet e mira. E keqja dhe e mira nuk janë të barabarta. Idfa billati hiya ahsan. Largoje të keqen me mënyrën më të mundshme të mirë dhe me sjelljen më të mirë që ke mundësi. Fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tha Allahu xhella xhelaluhu ashtu që atëherë shefse me mirësjelljen tënde që e bën, që e largon të keqen me të mirën më të bukur dhe më të mundshme që ke mundësi, tha e shef që dhe në mes teje dhe atij të cilët pat armiqësi të ndodh e të shndrohet ai në mikun më të dashur dhe më të respektueshëm për ty. Pra Allahu xhella xhelaluhu në këtë ajet o vëllezër na tregon se mirësjellja që të sillesh mirë dhe ta kthesh dhe të keqen më të mirë është një nga shkaqet që shëndëron armiqësinë në miqësi dhe e shëndëron urrëtitjen në dashuri. Pra gjithë kjo na jep të kuptojmë se është dhe sjellja e pejgamberit të Allahut që nëse dëshiron që ti atë vllavin tan ta kthish nga ajo armiqësi që të urrejnë e ta zbutish zemrën e tij,
që ti të ja kthesh me të mirë dhe të sillesh mirë dhe me mirësjellje të ti, se ky është morali i përsosur i profetit ton Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, që ai ishte burri i cili sillej më së miri me të gjithë, si me të afërtin dhe me atë të largëtin, sillej dhe me të dobtin dhe me atë të fortin, si dhe me ata të cilët i bën padrejtësi dhe dëmtuan. Ai nuk u lut kundër tyre, edhe pse e kishte opsionin që ai të lutet kundër tyre dhe t'i shkatërron. E dini të gjithë ngjarjen kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoi në Taif, që të i thirr popullin e vet për të adhuruar Allahun xhel xelaluhu, e për të shpëtuar, ato ju vërsulën duke e hudhur me gur, e derisa gjakosën dhe këmbët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A thua vallë, ky e kishte opsionin për të u lutur kundër tyre, a u lut dhe bëri dua kundër tyre? Përkundrazi, ai nuk u lut kundër tyre. Hadithin të cilën transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Aisha radhiyallahu anha, e cila e pyeti një herë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, atë ka ardhur ty ndonjë ditë më e vërtetë se sa dita e Uhudit?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj vëllezër, tha: "Më ka ardhur dita në Akabe kur kam qenë në thirrje të popullit që ka shkuar në Taif që të i thirr, e ato i vërsulen dhe e dëmtojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe tha unë nga mërzia dhe pikëllimi që e kisha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkon dhe strehohet me një hije kur e pashta Gjibrilin alayhi salam që të vjen me melaçen e dy kodrave dhe tha: "Ja, kjo është melaçja e dy kodrave, Allahu xhel xelaluhu e ka dërguar në shërbim të, kjo është tash shërbimin tënd, dëshirën tonë, dhe nëse dëshiron që ai të i përmbys këtë lugin të tyre dhe t'ja u rrafshton dy kodrat atyre." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u vëllezër u përgjigj dhe tha: "Jo, po unë shpresoj që të del nga kurrizi i tyre dikush dhe prej ardhje të cilët e adhurojnë Allahun xhel xelaluhu dhe nuk i bëjnë shirk atij." Kjo ishte zemra madhështore e profetit ton Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, që ai e kthente të keqen me të mirë, sillej me mirënjohje dhe sillej me karakterin më të lartë të tij, që nuk e largonte të keqen me të keqe, por me të mirë. Me këto nuk nënkupton se na duhet që të heshtim ndaj hakut dhe të drejtës, apo dhe ta pranojsh zullumin dhe padrejtësinë, por nënkupton se të keqen mos ta kthesh me të keqe, edhe ignorancën mos ta kthesh me ignorancë, se Allahu xhel xelaluhu dha premtim të madh në Kur'an, tha: "Wa ma yulqaha illa alladhina sabaru, wa ma yulqaha illa dhu hadhin adhim." Nuk e arrin askush këtë vlerë të madhe, këtë cilësi të madhe, vetëm sa ata të cilët bojnë durim shumë për ta kthyer të keqen me të mirë dhe për ta larguar të keqen me mënyrën më të mirë e cila është e mundshme. Tha Allahu xhel xelaluhu: "Nuk e arrin ato vetëm sa ata të cilët bojnë durim dhe ata të cilët, apo ai i cili ka me të vërtet fat të madh." Lusim Allahun xhel xelaluhu që Allahu të na bën nga kjo vepër dhe nga kjo cilësi e cila është shumë e virtytshme dhe është e nevojshme për ne. Wa kullu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi al-ali al-a'la wa salatu wa salamu ala an-nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa wa ba'd. Të nderuar vëllezër, pika tjetër, pika e dytë, e cila forcon lidhjen e zemrave tona dhe dashurisën mes njëri tjetrit, është hedijet dhe dhuratat, për të cilën ndoshta hedija, dhurata që ja dhuron një vllavit tand, ndoshta është shumë e vogël, ndoshta është shumë e thjeshtë, por ajo shëndron zemrën e cila ka urrejtje dhe mlef në butësi dhe në dashuri dhe në afërsi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, për të cilën tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e transmeton hadithin Imam Buhariu në librin e tij Adabul Mufrad nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Tahadu tahabbu", jepni dhurata, shkëmbeni dhurata sa më shumë, nëse dëshironi që të duheni mes veti e të shtohet dashuria juaj mes veti. Dhurata ndoshta është e pak, mirë, po ajo dhurat e shkëmben dashurin e madhe, e merr zemrën e atij i cili ndoshta ka brendsinë e tij një urrejtje apo ka një mlef. Nëse ti jep dhurat, me të vërtetë se shkëmben dhe ndryshon zemrën e tij, e kthen në një mik të dashur dhe në një afërsi dhe në një dashuri. Pika e tretë, vëllezër, është el-musafaha, shtrëngimi i dorës së një vllavit tan musliman kur ta përshëndetish ato. Kur e shtrëngon dorën e tij, me të vërtetë se është gjuha e afërsisë dhe dashurisë. Nëse ti e përshëndet ato me selam dhe kap dorën e tij dhe shtrëngon dorën e tij,
ajo është shenja me të cilën së pari njëherë largon atë armiqësinë dhe atë mëllefin që e ka, si dhe një ashtu dhe shton dashurin dhe e zbut atë vrashtësin dhe atë thatësin e cila gjendet në zemrën e ti. Pra është nga sunneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që në një hadith që transmeton Imam Maliku në Muwattën e tij, për të cilën tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të safahu yudhhibul ghillu, shtërngoni duart në mes veti, tha pejgamberi sallam, e largon mëllefin. E nëse jepni hedije dhe dhurata mes veti, e largon dhe armiqësinë mes veti. Por kjo është e gjitha e cila neve na duhet të vëllezër që na të praktikojmë e të i mësojmë këto karaktere dhe këto cilësi, të i fusim në praktikën e përditshme të jetës tonë, e që të ndërtojmë urën e dashurisë në mes neve dhe mes njëri tjetrit, mes vëllezërve tonë. Lutim Allahun xhelle xhelalu që Allahu të na dashuron mes veti, të shton dashurinë edhe të na i bashkon zemrat tona, e të shton Allahu xhelle xhelaluhu harmoninë mesin tonë. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa aqimus salam.